Ka thonë Muhamedi alayhi salam, mos i bani shtëpitë juaja varreza, në atë kuptimin që të mos lexohet në to Kurani, e të mos madhrohet në to Allahu, mirë po lexoni në to në shtëpiat e juaja surën Al-Baqara, se shejtani ik prej një shtëpisë në të cilën moje men që të folje lexohet në ta surja Al-Baqara. Lexohet në ta, do më thënë, e lexon baba, e lexon nana, lexon motra, vllau, kushdo që e lexon, saqë ka prej dietarëve të cilët thonë edhe në qoftë se e lëshon në radio, në internet, e lëshon surën Al-Baqara, mo lezu ik shejtani prej asaj shtëpies, edhe pse kur të lëshojsh duhet me dëgju Kur'anin. Ik shejtani prej asaj shtëpie në të cilën lexohet surja Al-Baqara. Pastaj ka thonë Muhamedi alayhi salam, lexoni surën Al-Baqara, se leximi i saj është baraka. Baraka musliman është shtesë, barakat që thonë, është shtesë mbi mirësinë që të ka dhënë Allahu azza wa jall, shton mirësinë nëse lexon surën Al-Baqara, e mos leximi i saj është humbje, ka thonë Muhamedi alayhi salam, edhe magjistarët, ata që bajnë magji, edhe ata që munohen me mri, me të keqet e këti, nuk muin me mri të ti, në qovë se ti, ose dikush prej familjes tane, e lexon në shtëpinë tane surën Al-Baqara. E lusëm Allahun azza wa jall me ja u lehtësua, me na bë prej atyre që lexojmë gjithmonë.